urbanistika gjithmonë një temë shumë e rëndësishme dhe një nga momentet kryesor planifikimi urban, i cili ndikon drejt për drejti edhe në ekonomi, edhe në mënyrën e jetesës, kualitetin e jetesës dhe gjithçka tjetër. Është shumë e vërtetë që në vitet e fundit zhvillimi urban po merr një kahje krejt tjetër në kuptim të ndërtimit, unë do ta kisha thënë ndërtimi pa kontrolluar dhe pa kritere. Po kjo nuk mbaret vetëm nga pushtetit lokal apo nga individ caktuar e tjerë. E gjithë kjo mbaret nga mënyra qasja se si institucionet i qasen zgjedhjes së problemit të urbanistike apo të ndërtimeve në përgjithësi. Qasja pa diskutim që duhet bazuar edhe në ligjet, edhe në legjislacionin, por edhe normativat të cilat parashofin një jetë më komode për qytetarin. Pa u fut në pjesën tjetër ekonomia apo urbanistika e rregull me të gjitha normativat. Viteve të fundit shohim një ndërtim, do kisha thënë pa kritere, për arsye se ka pas ndryshime edhe në legjislativ, duke rritur sipërfaqen e ndërtimit ose thjesht thënë duke rritur shfrytëzimin e parcelës ndërtimore në raport me sipërfaqen e gjelbrimit. Është shumë e vërtetë e theksuar në pyetjen se kemi gjithnjë më pak gjelbrim, e kjo është shumë e vërtetë sepse vite më parë, nëse flasim në kohën para viteve 90-ta, gjelbrimi në raport me ndërtimin ka qenë gjithmonë 30 ose maksimum deri në 40%. Çfarë do thotë kjo? Në një sipërfaqe, në një parcelë ndërtimi, shfrytëzimi maksimal i të njëjtës ka qenë 30 deri në 40% varësisht nga dedikimi ose nga lloji i objektit. A është për banim, për afarizëm, industri etj. Çfarë do thotë 60 deri në 70% është planifikuar gjelbrim. Pas viteve 90-ta, fatkeqësisht ndodhe kundërta. Gjithmonë më shumë vinë në rritje i jepet përparësi sipërfaqes në ndërtimin në raportin e gjelbrimit. E gjitha kjo pastaj lidhet si një zinxhir, sepse në ato raste kur ti rrit bruto sipërfaqen e objekteve, duhet të planifikosh edhe rritjen e numrit parkingjeve, apo duhet një infrastrukturë e rregullt, duhet të intervenohet edhe në infrastrukturë, komunikacion, ose infrastruktura në përgjithësi. Planifikimi urban gjithmonë patjetër që duhet jetë afatgjatë. Prandaj edhe janë planet urbanistike, duke filluar nga planet gjenerale, pastaj detale etj. Ose plani hapësiror në nivel të RFTX. Edhe gjatë planifikimeve urbanistike, planet gjenerale, për shembull, planifikojnë një zhvillim të qytetit, duke i dhënë kahje zhvillimit të qytetit, qoftë asaj dhe zonimin e qytetit për një plan afatgjat 30 vjeçar. Fatkeqësisht, nëse flasim konkretisht për komunën e Strugës ose i njëjti rast është edhe në gjithë komunat e tjera, një plan gjeneral i filluar në vitin 2007 akoma nuk ka përfunduar. Dhe i njëjti ku me ditë edhe sa vite tjera do zgjasë. I njëjtet raste janë edhe në për komunat tjera, sepse planet gjenerale definojnë zhvillimin e më tutjeshëm të qyteteve, rrjeti kryesor infrastrukturor, zonimi i qytetit, industria, banimi, afarizmi etj. Kjo i mungon kohët e fundit për shkak se bëhet një presion i madh për të planifikuar vetëm ndërtimet cilat sjellin të ardhura momentale, por që pasojat pastaj janë të paevitueshme. Pa diskutim që cilësia e ndërtimit është lidhur drejt për drejt edhe me kualitetin e jetës. Këtë e theksova edhe më parë. Një ndërtim i rregullt me infrastrukturë të rregullt detyrimisht që ndikon në kualitetin edhe të jetesës.
Po jemi dëshmitar se vitet të fundi interesi apo kërkesa për banesa është rritur, po ta krahasojmë me përqindje, nuk krahasohet nga viti 2020 e këtej nuk krahasohet, është e pakrahasueshme kërkesa me raport me vitet para 2020. E gjitha kjo kërkesë e lartë ka bërë që edhe investitorët të fokusohen shumë në rritjen e sipërfaqeve ndërtimi, ndryshime plan urbanistike që të mundsohet ndërtim akoma më shumë se sa që është bërë tash, dhe nëse ne rrisim sipërfaqet e ndërtimit, zvoglojmë sipërfaqen e gjelbërimit, automatikisht ndikon në cilësinë e jetës. Nëse i bëjmë një analizë kostos apo çmimi i banesave, sa është real, ne duhet të kthehemi pak në retroaktiv se cilat janë shkaqet të cilat e shtyjnë këtë rritje të çmimeve. Dhe këtu ka më shumë faktorë. Është e padiskutueshme që pandemia është përmend shpeshherë edhe në për takimet ndryshme, edhe në seminare, edhe në rodat ekonomike, se nga pandemia këndej ndodhi ky ndryshim i madh edhe në çmimet, në lëvizje e çmimeve të ndërtimit. Pastaj mungesa e fuqisë punëtore, gjithashtu është një nga faktorët i cili ndikon drejt për drejtë në rritjen e çmimeve. Kemi rritja e pronave. Kemi një rritje ekstreme të pronave, krahasu me para viteve 2020, nëse themi me përqindje, është më shumë se sa 100% rritja e çmimit të pronave. E gjitha këto, pastaj, faktor tjetër që patjetër duhet theksuar në rritjen e çmimit është edhe kërkesa e madhe. Dëmet deri tanishme nuk them se janë të pariparueshme, por nuk mund të riparohen në total. Dëmet do të jenë edhe do të na përcjellin edhe vitet e ardhshme. Por e rëndësishme është se duhet institucionet marrin masa radikale që të stabilizojnë tregun edhe të çmimeve, edhe të marrin masa për të parandaluar keqpërdorimin apo abuzimin me ndërtimet. Duhet patjetër të ketë kritere mbi ndërtimet, qofshin në aspekt kualitativ, qofshin këto të rregullimit apo kontrollimit të çmimeve. Transparenca është gjithashtu shumë e rëndësishme, monopolizimi, sepse kemi edhe këtu në këtë fushë kemi abuzime, edhe unë shpresoj që në të ardhmen institucionet të vëdësohen për ato se çfarë po ndodh, sepse nëse bëjmë një krahasim rritja e standardit jetës në raport me rritjen e çmimeve të banesave, këtu kemi një hendek shumë të theksuar. Dhe nëse çmimet nga 2020 deri tash kanë çmimet e banesave sillen rreth 60-70% rritje. Nga ana tjetër, standardi ka një rritje apo pagat ka një rritje 20-25%. Kështu që ky hendek detyrimisht duhet institucionet, sidomos qeveria, ta ketë parasysh që merren masa konkrete për një stabilizim të kësaj gjendje.